Nora Gega dhe Blendi Klosi, dy figurat politikës dhe biznesit në Shqipëri, kanë finalizuar tashmë divorcin e tyre pas një periudhe të gjatë ndarje de facto. Kërkesa për divorc është depozituar nga Nora Klosi një ditë para Shën Valentinit më 13 shkurt 2025, ku gjyqtari Artan Çupi ka miratuar një deklaratë notariale të çiftit Klosi, ku burri e grua jepnin pëlqimin për dhënien fund të martesës së tyre. Megjithatë, kjo ndarje ka nxjerrë në pa një çështje tjetër të rëndësishme, pasuritë e çiftit. Blendi Klosi, aktualisht deputet dhe ish ministri i turizmit dhe mjedisit, është pronar i një vile luksoze në kompleksin Green Coast në Palas. Ky kompleks ka tërhequr vëmendjen e mediave për lidhjet e mundshme me afera korruptive, pasi disa vila të tjera në të njëjtin kompleks janë sekuestruar nga SPAK si pjesë e hetimeve për pasuri të fituara në mënyrë të paligjshme. Vila e Klosit, e vlerësuar mbi 1 milion euro, është një ndër pasuritë më të diskutueshme të çiftit. Ajo është regjistruar në emrin e moderatorit të sportit, Dritan Shako Hoxha. I lidhur ngushtë me Blendi Klosin, ky fakt ka ngritur dyshime dhe aludime për mundësinë e përdorimit të emrave të tjerë për të fshehur pasuri të paligjshme. Pjesë e hetimeve është edhe mundësia që vila të ketë lidhje me praktika korrupsioni dhe pastrim parash. Vila është veçuar për shkak të pamjes luksoze me punime cilësore, shtesa pa leje dhe mobilim ekstravagant, duke e bërë të dallohet nga vilat e tjera në kompleks. Mësohet se gjatë fazës së ndërtimit Blendi Klosi ka pasur një rol aktiv duke i dhënë orientimin e nevojshëm për ndërtimin e vilës. Po ashtu kjo pasuri është frekuentuar nga Klosi dhe familja e tij. Megjithatë, pasuria e tij dhe e Shako Hoxhës ka ngritur më shumë pyetje, pasi asnjë prej tyre nuk ka burime të ligjshme të ardhurash që justifikojnë blerjen dhe mbulimin e një pasurie kaq të madhe. Kjo ka shtuar dyshimet se vila mund të jetë lidhur me aktivitete të dyshimta që kërkojnë hetime të mëtejshme nga autoritetet.